Qa shqetëson ti? Nxirri, hajde. Tavolinjën atë buks. Jo, se vërtet do me S'ka ndonjë gjë nxjerr, vetëm Jo, është vërtet sepse është koha dhe momenti dur dhe e martë është, edhe une një muaj e gjys jam trazu me këto biseda. Është momenti i dur dhe unë duke pasur parasysh që jo shumë biseda e mirë, po ti po të pëlqen ndoshta vetëm me piskatur. Tash jam labi në muajin e tretë. Po edhe jam maj që të me bisedu ma korekt. Më shfal shumë shoqen time. Jo, është edhe ma shoqen ime. Atë për qajti? Po, të më shindor. A mu shme më shelbe... Jeta është e komplikume, bro. Po. Ka njerë... Falë, prea ati momenti që ju, prea ati momenti që ju i keni krya të reality show, që unë e kam djeku shumë bukur. A bone gjelos, do? Jo, pëse ishta e një shoqa ime që të Po pash. pra ne po them, bro, a bone gjelos për Jo, më shoqen. qartë e ka kru të Toni. A ne, bro. Po, të Toni. Ne përshëndesim shoqen. E labit. Jo, nuk është e ime, ba shoqe. E kam pa aty. është një kohë që ishim reality show. Kjo duke a gre. Unë jam Melita. Djes. Edhe bas saj. Kutro? Bas saj. Po. Qka? Vete me albën apo? Prej bëj. Pas reality showit. Po. Qa po do me dalë? Ku po do me dalë? Se unë jam i rëndë, bro. Unë nuk e kam problem. Ti problem është Unë me këto që ti jetu mi zerë bë. vllapet sikur me Dana. Jo, mor vllaj, Pse unë duhet nuk flas. konsiderohet e rëndë? Pse duhet konsiderohet e rëndë ajo që do thuash ti? Po sepse këto pyetje që po më bën këtu unë i kam publiku në Instagram. Dhe këtu jena në reality show. Këtu e shoh edhe shohin edhe disa njerëz që Okej, hajde ta dëgjojmë se çfarë ke thënë. Fal, a nuk është më mirë para se me nis një lidhje të reje që ta dëgjojmë dhe ne përfundimin, pasi kjo po thotë ende nuk kam përfunduar me librin. Po pse duhet ta dëgjosh ti? Po Hygerta çka ke apo kundërshtojmë unë edhe një? Jam po tavolinë. jo, do ngjojmë do folim gjithë Jam mendimin. tavolinë. Ndoshta kam Po, a dëshuar. ka Çfarë do të mundësi ndalosh mos e ti, ndërpresh Alba? bisedën? Çfarë do të përfundosh? Jo, nuk ka mundësi. Shiko, jeta ka disa stagje. Nuk quhesh kot i fejuar, nuk quhesh kot i martuar, që merr responsibility shtetërore, i fejuar familjare dhe kur je i lidhur nëse je për shef është vetëm mes dy Jo, njerëzve. Beni, të lutem. Si Vetëm mes dy njerëzve. Më kupton? edhe një herë të lutem përsërita se më Ja ndërprer. që sa se përsëris. Po nuk të dëgjova se më ndërprer, nuk po dëgjoja çfarë. Shiko, sikur unë, sikur ti, kena kalu gjona më të vështira se sa kjo lloj teme. Apo jo? Sigur ti kur ke qenë më e re, ashtu sikur kam qenë unë më i ri. Çdo lloj drejtimi në jetë ka peshën e vet, për mendimin tim. Nuk janë gjëra që mund të krahasosh Jo, kush është peshën më më të vështirë, madhe kush jo. deri tani për mua ka vetëm ndarja me ish se kam një fëmijë me ta. Dhe gjonat Po janë flas për fakte. gjërat në jetë, prindi e ka peshën e vet. Jo, Fëmia çfarë ka prindë peshën e shtire vet. kena me prindrit, o zemra, kena Punët kanë lidhje peshën e këtu. vet, gjërat kanë peshën e vet. Për këtë Doja po të flisja. thoja, kur je lidhur me një gocë, nuk ke përgjegjësi familjare e para punës. Lim, Kur je i fejuar, ke përgjegjësi familjare. Kur je i martuar, ke edhe përgjegjësi shtetërore. edhe Se kush këto të nuk janë kërkoj... kot. Më fal, apo flisnim neve për përgjithësi tani, apo thjesht po Po flisnim pra për se po raportin? folim për përgjegjësi, sikur unë sta pas kam dhënë fjalën e fundit, po thua. Ashtu e kena dëgjuar ne. Fjalën e fundit e ka pas aktiv, tullumbac dhe. Si Tullumbac. fjalën e fundit e ka pas aktiv? Çfarë do të thuash? Çfarë do të them unë? Çfarë thot ajo fjalën e fundit e ka pas aktiv? Ti, Alba, je shumë gocë e mirë. Mos më trego mu çfarë goce jam. Thjesht dil Mos të tregoj, nuk me intereson. se unë e di se çfarë goce jam dhe unë e di se çfarë mendimi ke ti për mua çfarë goce jam. Po çfarë Nuk ke? është synimi çfarë goce jam, çfarë djali je. Për atë që po flisnim. Për?
Shiko, unë nuk kam marrë ty të të lëndoj, as nuk kam Limi, marrë ty shiko, as unë nuk kam marrë këtu të lëndoj ty, ose dika tjetër. Jo, se po më kërko mu, llogari. Vetëm se ka diçka, llogari nuk kam kërku. A kam kërku unë, të kam marrë këtu, për të thonë ty, diçka. Goce mirë jam, po? Goce mençur jam, po? Po, Goce drejt jam, po? po, Goce që nuk ditë gënje jam, po? po. E po si dola ngënjeshte? Po themu që ke gënjy, Allah, nuk i di unë se çfarë po thu ti, se nuk kam nejtë të 1.24/7, se as nuk më ka interesu. Pse Dash shprehesh me ashtu, tregu kurse drejtën. ne disa detaje këtu që kuptohet që e ke kuptu disa gjëra, e ke pa disa gjëra? Edhe ajo është për këta Po sepse jemi njerëz social, edhe na njeki, na i Kështu dërgojnë. që mos thuj që nuk S'me e intereson parë gjë. mu, mi gos, mu më bojnë tak për 7, do të flas. Flit. Pra, mu thuaje më bojnë mendimin tak për tënd. 4 Ta dëgjoj femra një herë. aktive momentalisht. Si? Më bojnë tak nga për rrjetet sociale. Qa duhet merrem unë me qa thonë rrjetet sociale? Po qa lidhje ka që po të bëjnë ta 4 femra aktive? Në qa kuptimi tu 4 femra aktive? Qa kuptime? Shiko, a do e Në çfarë lidhje thjeshtësojmë, ke apo do e fjalën? komplikojmë, Po ja ka po dërlikojmë? të pyes. Çfarë do thush me fjalën 4 femra aktive? Po O bëjnë goce, tak. ti çfarë kërkon nga unë? Unë nuk ta jap dot. Çfarë do që të kërkosh? Më falë, është përfundim. Më fal. Ka mundësi vetëm të pyetje? Ky me këtë rast po të sulmo ty, po ti s'po e kupton. Lab. Jo, s'ka gjë, vazhdoj, se dua ta dëgjoj akoma më shumë. Thjesht vazhdo. Folni, fatë pra që dëni. Shumë Jo, pyetje pyete thjesht. më shumë, A Lab. keni Pyete më përfunduar apo detajisht. s'keni përfunduar? Po, A keni unë e kom përfunduar, përfundu, dak. Si e ke përfundu ti? Shumë mirë, unë jetime, Kur? si kur, Kur e ke përfundu ti? që në emision live. Basaj, nuk i keni pas më bashkëtes? Jo. Basaj, s'keni pas bashkëtes? Qa pyetje ishte? Thuaj, po thu që s'kemi pas bashkëtes, ashtu? Shika. Është e njëjta Limi, gjë, njerëzit do me prek në stop, seder. Stop. Fol. Fol pra, ha. Lap thjesht pyetje dhe vetëm dua ta dëgjoj, të lutem. S'dua të inkuadrojmë, vetëm do dëgjoj. Bas reality show, a keni pas bashkëtes? Jo pra, se arë do me ta thonë. Kjo thot po, ti thu jo. Unë them jo, vlla. Por kur u ble Stiçi? Stiqin, ta thash edhe ero, bro. Kur? Në shtëpi time kanë qenë 7 stiqa. Asnjë nuk është tani. Po, pytem. Kur do me dëri, unë ri, ju ti pyet. Nuk mundesh me mbash peng, jo ti, pasi lloj femrën në botë. Unë jam shpirti i lirë. Nuk mi prej do të krahet ti, mu. Kam thënë unë ndonjëherë që du me mbajt pe? A shumë duket mu, nuk e di si e koncepton ti. Nuk mundesh të vish në një reality show. Olim. Po, jo, Lim, Dëgjoj prit pak. tash, do të flas unë apo do flasësh ti? Nuk mundesh të vish në një reality Nuk show, vish në reality të bësh show dhe lojë me flasësh këta dhe ta rush edhe njonin mrapa pse do mendo ti. Lim. Hello, bro. Pse në këtë pikë po thu që kjo ka pas dikën tjetër? Jo, më jo. Po, Se kuptova. E ke se nuk ishte. Që pe, fol. Më thëja, unë po flas. Tash unë nuk kam marrë këtu me fol për ty. Kam marrë me fol për veten time. Dhe sa për dje njës dhe kisha arë kur për ty në një reality show. Sepse e kam pasë Pse si... shpreh me kaq shumë gull? Kur dra? Pse shpreh me kaq shumë gull? Po ju po kërkoni përgjigjes, unë Unë me thënë të drejten jam shumë indiferent. edhe për pse këtë këtu gjë. jo të vendi tjetër, kurse dihet fakt që mund zgjidhja ose këtu ose diku tjetër? Atë s'ta them dot. Por, Po kur din të japësh përgjigje për diçka, do Por- të japësh përgjigje përfundimtare deri në fund. tani unë zbidot Kur nivelin e hyrën në juj, vallë, shko deri që ta fund. kuptoni këtë. Ti hyp në nivelin tim. Është diçka tjetër. Okej? E di. Pse jam u këtu? E po të pyes. A pra? Në qofë se arrin ta kuptosh, unë ja u dhash shenjat, po ju nuk kuptoni, o vlla. Okej? Leku e qënë ujtë për pjetë, o dak. A mërë vesh? Pse kërkon Albert pra? Çmimi është shumë i madh. Urdhra?
Çmimi është shumë i madh, pse? Ku? Qysh? Shumë i madh valla. Për një muaj të marrësh 200.000 euro, më duket shumë çmim. Çën si ka? Jena bashkë me shtret. Prapja. Është sot njëjtë jeno. Ndërkohë, bas reality show. Për çka ke arti këtu, kod me të pyet?